së bashku me Lidhjen Demokratike e Kosovës. Po, në këtë rast, vetë Lidhja Demokratike e Kosovës ka probleme të brendshme të cilat duhet me i zgjidh. Unë mendoj që ka dilema të brendshme, nuk është vetëm dilema. Jo, nuk janë vetëm dilema. Në një kuvend brendshëm. Kjo është një krizë kogja e madhe brenda Lidhjes Demokratike e Kosovës në përputhje të mendimeve politike të njerëzve të cilët janë në krye të LDK-s, po dhe të atyre që kanë fitu votat për me hyrë në parlament, të cilët duhet me çu dorën për me i kriju institucionet. Prandaj po them që LDK-ja është në një fazë shumë të vështirë për të ardhur deri tek një kompromis i brendshëm në mënyrë që të vjente kompromisi jashtëm për krijimin e institucioneve. Kjo është një sfidë shumë e madhe, edhe shpresoj që ka me te kalu. Të pozicione politike ka shi zhvillime, sepse që t'jemi të qartë, më thonë, një koalicion i mundshëm me lëvizjen vetëvendosje është një pozicion politik i cili e kërkon